Një aksident rrugor ka ndodhur mëngjesin e kësaj të hënë në aksin rrugor Radhim Orikum. Ngjarja ka ndodhur pranë portit të jahteve, ku një mjet i llojit Benz ka dalë nga rruga. Mësohet se shkak për aksidentin ka qenë shpejtësia e lartë e mjetit Benz në kthesën që të dërgon drejt Orikumit. Mjeti Benz ka goditur fillimisht një bordurë anësore betoni. Ka qenë aq shpejt sa ka fluturuar përtej bordurës drejt një kanali kullues që ishte aty pranë. Mjeti Benz më pas ka goditur murin anësor të portit të jahteve. Sirja e dhojë e aksidenti ka mbetur të plagosur 2 persona. Të plagosur janë drejtuesja e mjetit me inicialet KS, si dhe një 16 vjeçar me inicialet DM. Të dy janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës dhe fatmirësisht raportohet se janë jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të shkaqjeve të aksidentit. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand arrestuan në flagrancë shtetasit LB 79 vjeç dhe PB 73 vjeçë, bashkëshort banues në Sarand, pasi dyshojnë se për motive të dobta kanë dëmtuar me mjet perëstik në pjesën e dorës një shtetas të mitur, si dhe nuk janë mbitur urdhit të punojësve të policisë për shoqërim. Në kuadër të këtij rasti është proceduar penalisht dhe shtetasi EB 39 vjeç, djali i çiftit të bashkëshortëve, pasi dyshohet se ka kanosur gjithashtu të miturin me mjet perëstik. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Imar referuan materialin në prokurori dhe nisën procedim penal për shtetasin MD 34 vjeç banues në Vlorë, pasi dyshohet se në një pikë karburanti në Imar ka furnizuar automjetin dhe është larguar pa kryer pagesën. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.